Trashëgëmia kulturore dhe arkitektonike e Trevës së Krajës u prezantua në Galerinë e Arteve në Shkodër. Arkitekti nga Ulqini Korap Kraja solli për publikun dokumentime dhe materiale që pasqyrojnë historinë, traditat dhe arkitekturën tradicionale të kësaj zone. Qofshin ato prurje nga Shkodra, qofshin ato ndikimet të drejt për drejta nga populli, ato quajten si të tilla si ndërtime dhe si ndërtime arkitekturës kraniane, prandaj një promovim i tillë dhe një dokumentim i kësaj lloj trashëgimie të rëndësishme materiale, por edhe jo materiale, mendoj që është i rëndësishëm edhe me kohën, por edhe si moment historik. Kraja konsiderohet si krahina më perëndimore e hapësirës etnogjeografike shqiptare dhe që prej kohësh është pjesë e shtetit të Malit të Zi. Ajo përbëhet nga 22 fshatra dhe shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 143 km². Shpopullimi dhe mungesa e investimeve, sipas arkitektit, ka ndikuar edhe në arkitekturën tradicionale. Një trashëgimi e tillë kulturore quhet edhe si trashëgimi në rrezik, pra vlera të ndryshme estetike, historike, kulturore, ndërtimore janë në rrezik që të zhduken, të shpërbehen dhe të mos dokumentohen. Prezantimi i vlerave arkitektonike të Trevës së Krajës është pjesë e programit të Galerisë së Arteve në Shkodër, që synon promovimin e vlerave artistike dhe kulturore të hapësirës mbar shqiptare.